Pastaj thot dije se nuk mund të deportoj dhe të zon vend dashuria ndaj Allahut në një zemër e cila e ka në të dhe mbisundon në të dashuria ndaj dunjos. Dhe në këtë dunjo hin të gjitha gjërat, domethënë. Nëse një zemër në të mbisundon dashuria ndaj dunjos, sa që bëhet numër 1, atëherë dashuria ndaj Allahut nuk ka vend aty. Fillon që të zbehet dhe të largohet. Për këtë shkak, njeriu duhet ta ruaj vetveten e tij. Tha, nuk hyn dashuria e Allahut në një zemër dhe nuk e zem pozitën si duhet nëse në të mbisundon dashuria ndaj dunjos. E tash, kur hyn dashuria e Allahut në një zemër, këtë rob e don edhe Allahu. E kur e don Allahu një rob, çka ndodh? Thot, idha ehabba Allahu abdan. Kur e don Allahu një rob, istana'ahu li nafsihi. E zgjedh e veçon për vetveten e tij. E bën domethën prej robërve të veçantë të Allahut. Wajtabahu li mahabbatihi. Dhe e bën dhe e veçon për ta bërë prej atyre që i don Allahu dhe të cilët e duan Allahun. Wastakhlasahu li ibadatihi. Dhe e veçon për adhurimin e tij. Me thon kur don Allahu, çka ndodh? Të veçon Allahu për ta adhuruar atë. Fashghale hammahu bihi. Dhe e bën që preokupimi i këtij robi të jetë Allahu subhanahu wa taala. Me thon preokupimi kryesor, numër 1 listën e prioriteteve të jetë tek ky se a e praktikon fenë Allahut, a është Allahu i kënaqur me të, a largohet prej harameve, a i vepron obligimet e kështu me radhë. E bën që preokupimi kryesor i tij të jetë Allahu, kur Allahu e don një rob. Pastaj thot e bën që gjuha e tij më shumti të preokupohet me përmendjen e tij, domethënë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e bën që gjymtyrët e tij, trupi i tij më shumti të preokupohet me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo ndodh pra kur një zemër është e pastër dhe kur depërton në të dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala.